Edi dhe Alba po bëhen gjithnjë e më të afërt dhe situata mes tyre po merr gjithnjë e më shumë vëmendje. Siç duket, mbrëmjen e kaluar Edi i ka shprehur hapur pëlqimin Albës, duke i treguar se ndihet mirë pranë saj dhe se ka filluar ta shohë ndryshe. Kjo deklaratë duket se ka krijuar një afrimitet edhe më të madh mes tyre, pasi sot ata janë parë duke fjetur bashkë, shumë pranë njëri tjetrit, në një atmosferë të qetë dhe të ngrohtë. Banorët kanë vënë re se mes Edit dhe Albës ka një kimi që nuk kishte qenë kaq e dukshme më parë. Gjuhë trupi, afërsia dhe mënyra se si sillen me njëri tjetrin lën të kuptohet se diçka po lind mes tyre. Disa mendojnë se kjo nuk është thjesht shoqëri, por një ndjenjë që po forcohet dita ditës, ndërsa të tjerë janë më skeptik dhe presin të shohin nëse kjo afrimitet do vazhdoj edhe në ditët në vijim. Fakti që ata po flen bashkë pas shprehjes së pëlqimit ka ngritur shumë pikë pyetje. A është kjo vetëm një moment i afërt emocional, apo jemi përballë fillimit të një çifti të ri? Edi duket më i hapur dhe më i qetë pranë Albës, ndërsa Alba shihet e rehatshme dhe e buzëqeshur në praninë e tij, gjë që forcon edhe më shumë dyshimet se mes tyre ka diçka më shumë se miqësi. Tani mbetet për t'u parë se si do zhvillohet kjo histori. A do vazhdojnë Edi dhe Alba të afrohen edhe më shumë dhe ta pranojnë hapur lidhjen e tyre? Apo kjo do të mbetet vetëm një situatë momentale? Një gjë është e sigurt, marrëdhënia e tyre po ngjall shumë interes dhe pritet të sjellë zhvillime të reja në ditët në vazhdim.